Andoni, analistin gazetarin e njohur. Zoti Andoni, përshëndetje, mirë se vini. Përshëndetje dhe mirë se vini. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Unë doja të flasim pak për Hungarinë. Hungaria sot duket se është gdhirë ndryshe pas 16 vitesh në pushtet. Viktor Orbán tani më i ka hapur rrugën një tjetër opozitari të hershëm prej 16 vitesh, si kundër është Magyar. Pro Bashkimit Evropian ka qenë gjithmonë. Si e pati u këtë rezultat të zgjedhjeve në Hungari? Pikës pari. Në këtë thellësi të paparashikueshme, por realisht të pritshme, sepse prej kohësh, sidomos media shumë profesionale e huaj, pak tituj që kanë mbetur sot në Europë, e kishin parashikuar këtë. E kishin parashikuar nga mënyra se si po zhvillohesh situata në Hungari, problemet shumë të mëdha të brendshme të Hungarisë. Hungaria, ndryshe në standard se një pjesë e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian, përballesh me probleme të mëdha ekonomike, sidomos për sa i përket pjesës së shportës dhe situacione të tjera. Dhe duket që zoti Magyar, duke qenë brenda sistemit, arriti ta sfidonte këtë sistem. E para sepse njihte mirë, dhe e dyta, pa realisht që publiku ishte i lodhur me narrativën e zotit Orbán dhe mënyrën e establishmentit që ai kishte krijuar dhe ndihmën për pak një pjesë elite vendase, nuk mjaftonte për ata 10 milion hungarez që realisht prisin ndryshimin. Ju e dini se përveç kësaj, Hungaria përballesh dhe me një bllokim të fondeve, të cilat do ndihmonin në pjesën e zhvillimit të saj të brendshëm. Dhe gjitha këto tashmë me pjesën që ka paraqitur zoti Magyar, po problemi është që se sa larg do jetë programi i tij me programin qeverisës, do fillojnë të themi të përshtaten në qeverisjen e tij. Do të thoj një element që krejt larg pritshmërive shumë të mëdha që janë, zoti Magyar nuk është shumë larg zotit Orbán. E para sepse është i njëjti për sa i përket politikës së emigracionit, nuk është se me zotin Putin do ketë atë lloj lidhje që kishte zoti Orbán, por nga ana tjetër nuk do presi të themi jo negocimet me të, por linjat që Hungaria me Rusin i bashkojnë. Ju dini që Hungaria përfiton nga energjia ruse dhe elementë të tjerë të cilat do shikohen në kohë në vazhdim. Pra do të ruaj po thua pak a shumë të njëjtat marrëdhënie, po më lejo t'ju kujtoj që zoti Magyar është njeriu i cili ka premtuar se do të bëjë një zhbllokim të fondeve të Bashkimit Evropian. Kujtojmë këtu edhe marrëdhënie disi të ngrira dhe jo shumë të mira që zoti Orbán ka patur me vendet e Bashkimit Evropian një shumë herët, negocim me Brukselin, ka thënë se do të bëj reforma kundër korrupsionit dhe do të pastrojë të gjithë sistemin politik dhe administratën në vend. Pra kanë qenë premtime që shumë të rëndësishme këto që janë bërë popullit hungarez. Tani pyetja ime është se unë kam patur një bisedë vetëm pak minuta më parë me zotin Genc Burimi, i cili tha se ky ndryshim dhe ky rotacion ka ardhur si pasojë e një mbështetje shumë të madhe që Hungaria ka patur dhe vijon të ketë nga vendet e Bashkimit Evropian, pra vendet europiane. Ju mendoni të njëjtën gjë, pra kjo ka ardhur si pasojë e lëvizjes së popullit ky ndryshim në Hungari, apo ka ardhur sepse Europa ka dashur të ndryshonte emrin nga një personazh problematik në marrëdhënie me ta në një tjetër personazh? Shikoni, në qoftë se fuqia e Bashkimit Evropian, duke ditur zoti Orbán nuk ishte të themi autokrat në vitet e fundit. Zoti Orbán ka qenë autokrat që në fillimet e tij. Dhe madje modeli i tij tani është modeli që është i kudo ndodhur, është model tashmë që po e përcjellim në Ballkan. Është një lloj modeli që është në vendet e Europës qendrore. Po të marrim rastin e Slovakisë, aleates së tij, është diçka e njëjtë. Dhe patjetër, në qoftë se nuk do ishin premtimet e Bashkimit Evropian
të bashkuara me pjesën e re që afroi Zoti Maguar, nuk do ndodhte ndryshimi, por që t'ia tashosh të gjithë pjesën e fitores, të themi Bashkimit Evropian, nuk e besoj. E para për një element madh. Bashkimi Evropian, në momentet që po flasim, është një subjekt i cili vërtet neve kemi tashmë të atashuar projekcionin ton të ëndrrës, është një, të themi, një bashkësi shumë problematike. Dhe ju keni parë që dobësitë e saj shikohen sidomos në politikën e jashtme, dobësitë e saj të Bashkimit Evropian shikohen nga mungesa e diversifikimit të energjisë, domethënë të paparashikuar pjesën se si do merrnin energjitë dhe agresioni rus arriti ta tregonte këtë, dhe pastaj edhe politika e zgjerimit dhe elemente të tjerë. Në këtë sens po them që një individ i zgjuar që ishte brenda sistemit kuptoi që në një moment sistemi dobësohet, sistemi mund goditet nëpërmjet mungesave të vetë sistemit, dhe i arriti të kuptonte që nëse do lironte fondin i cili prej disa muajsh, në mos gaboj është një shifër e jashtëzakonshme, në mos gaboj janë 90 miliard për ndihmë për Ukrainën, do merrte si kompensim kundrejt shpalljes një qëndrimi të ri të Hungarisë ndihmat për vendin e tij, dhe janë ndihma bajagit mëdha për të zhvilluar, për të rregulluar pjesën e programit që do paraqisi Zoti Maguar. Në këtë sens po them që ai arriti ta kuptonte dhe thelbi është ky, që sistemi mund ndryshohet nga një njeri që është brenda sistemit. Dhe Zoti Maguar e kapi më mirë se cili do këtë. Sa lidhje ka kjo situatë me atë në cilën ne ndodhemi aktualisht? Ne do të ishim një paralele dhe do të paralelizonim 13 vite me 16 vite. Besoj unë, paka shumë është e njëjta gjë. Kemi një opozitë e cila ndodhet në kushtet që ndodhet, ne shpeshherë kemi diskutuar në studio bashkë situatën në cilën ndodhet Partia Demokratike dhe opozita në tërësi. Kemi dhe një majorancë e cila përpos të gjithave vijon të jetë goxha solide në raport me opozitën. Është ky një rast apo një sinjal që tani më mund t'i hapi rrugën edhe rasteve të tjera, pra rasti i Hungarisë, se kam fjalën këtu, apo situata në të cilën ndodhet Shqipëria, raporti i Partisë Demokratike me Partinë Socialiste është totalisht i ndryshëm, po edhe raporti i qytetarëve me këto dy forca politike. Si e sheti këtë gjë? Pastaj analizojmë pak atë se çfarë na pret në raport me europianët, me vendet e Bashkimit Evropian, sa e kanë ata vullnetin. Qartë, do të regojmë shumë i thukët për këtë gjykim. Duke marrë rastin e Zotit Maguar, ju thash diçka. Për mua personalisht, fitoria e tij është fitoria e njeriut brenda sistemit, dhe në fakt, fjalën e parë që ai ka thënë kur filloi të shpallesh ishte unë e njoh sistemin. Po të shikoni me kujdes, keni dy paralele. Kemi paralelen e parë të deklaratës që bëri zonja Spiropali e para, që ndërmjet të tjerave e përshëndeste dhe thoshte që tregohet që ekziston mundësia për ndryshim. Ky është rasti ke Partia Socialiste, një njeri që është brenda sistemit. Dhe i dyti Zoti Dritan Shehi, i cili patjetër e falenderoi dhe tregoi pjesën e djathtë të Zotit Maguar. Në fakt, po e nis nga rasti fund, Zoti Maguar është i qendrës dhe ai në fushatën e vet dhe në rrugën e vet ai shmangu dhe të majtët dhe të djathtët në Hungari. Dhe me kujdes pa problemet që i dhimbte hungarezit thjesht, ju thash pak më përpara, shportën, sistemin mjekësor dhe të ardhmen e tij. Dhe ka bërë tur në çdo vend të Hungarisë, sepse zakonisht qendrat e theksuara urbane, Budapestin, e kështu e ka, patjetër do e kishte Zoti Orban. Kthehemi në rastin e Shqipërisë. Po ta shikoni me kujdes, zonja Spiropali nuk mund të jetë rasti i njeriu brenda sistemit që mund ta ndryshojë sistemin. E para sepse duhet ta shpallësh me platformë, e dyta
ne dim që zonja Spiropali e bëri këtë ndryshim kaq madh në momentet kur u shkarkua si ministre e jashtëm. Pra nuk e bëri më herët që tregonte një diçka më shumë se sa kaq, po. Kishte mundësinë më të madhe në mendimin tim. Në momentet kur zoti Rama kritikoi, për mendimin tim, te kaloi gjithçka, kur ofendoi dikasterin e Ministrisë së Jashtme, që tha këtu punon vetëm ministre zonja Spiropali që do ishte mbas pak javësh dhe portieri, zonja Spiropali si drejtuese këtij dikasteri duhet ngrihesh dhe duhet i thoshte jo, nuk është e vërtetë. Dhe me të vërtetë nuk është e drejtë, sepse njerëzit që punojnë në Ministritë të Jashtme, ata diplomatët e nivelit të dytë, nivelit të tretë, janë njerëzit që mbajnë peshën e diplomacisë shqiptare dhe kanë ndihmuar jashtëzakonisht Kosovën. Ma besoni, dhe janë njerëz që nuk u dim as emrat, as fytyrat, as gjë. Po, e kemi diskutuar këtë gjë më parë. E para, ndërsa zoti Tritan Shej bëri një provë me zotin Pollo, dhe ishte një parti që vërtet bëri rrugë të mirë, pak kohë, por ishin këta që u kthyen sërish sikur mos kishte ndodhur asgjë ke zoti Berisha. E kuptonin ndryshimin tani që të dyja partitë që janë tek ne, që është një tandem që ndryshojnë njëra tjetrën, e kanë të pamundur që të lindin brenda tyre, qoftë për sa i përket moralit, karakterit njerëz që janë në sistem dhe kundërshtojnë sistemin ose ikin nga sistemi me një akt. Për shembull, zoti Maguar ka ikur në momentin kur e shoqja e tij është larguar, që e kanë akuzuar për diçka, dhe të themi deklarata e tij atëherë ishte që s'mund t'ja u lëm peshën zonjave për fajin që kanë